Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në Radar. Ditën e sotme do të flasim për një betejë, e cila është një nga ngjarjet që ka shënuar edhe historinë e Kosovës, shtetëformimit të Kosovës. Do flasim me një dëshmitar të atyre ngjarjeve, një kontributor, një nga ata që ka dhënë të gjithë çka kishte për atë luftë. Kemi nderin që të kemi ditën e sotme në podcast zëvendësshefin e shtabit përgjithshëm të ushtrisë lirimtare të Kosovës, Zotin Dilaver Goxhaj. Zoti Goxhaj, faleminderit shumë që jeni me ne dhe gjetët kohën. Faleminderit dhe juve. Pikëparë nderojmë figurën tuaj si një nga kontributorët kryesor të kësaj lëvizjeje. Një nga betejat është ajo e Koshares, që u zhvillua nga data 9 prill e 99-s deri më datën 10 qershor. Si u mor vendimi që të bëhej ai aksion, ai sulm? Ju keni qenë, kam përshtypje, një nga vendimarrësit apo jo? Po, një miratuesit e atij vendimi që marr. Si e kujtoni, komandant, atë moment ku mor pikërisht ky vendim strategjik për të hapur frontin e Koshares, çfarë peshe kishte ai vendim në ato kohë? Si e kujtoni? Fillimisht kërkesën për hapjen e frontit për të sulmuar në Koshare ka qenë një grupi prej oficerave të parkut, forcat e armatosura të Republikës Kosovës, të shkolluar në akademitë ushtarake të ish Jugosllavisë. Kjo kërkesë e tyre për të sulmuar në Koshare u miratua edhe nga Ministria e Mbrojtjes e Qeverisë së Përkohshme të Kosovës, por veçanërisht nga shtabi i përgjithshëm i USHK-s. Këtë e ka theksuar edhe vetë ish shefi i shtabit përgjithshëm i USHK-s, koloneli Bislim Zyrak, i cili është shprehur kështu: Kosharja apo hyrja në atë drejtim kanë qenë në urdhën tim si ish shefi i shtabit përgjithshëm dhe askush tjetër nuk ka dhënë leje e as urdhër që të veprohet. Urdhën e drejtë dhe për meje e ka marrë Rustem Berisha, komandanti i brigadës 138. Tash, shumë njerëz dhe politikanë të ndryshëm thonë se komanda ka qenë e kësaj apo asaj politike të ish Ministrisë së Mbrojtjes, të Bukoshit. Madje, drejtimin për të sulmuar në rajonin e fshatit Koshare e patë zgjedhur po oficerat e asaj brigade. Kjo nis si dhe vendimi i atyre oficerave u prit nga shtabi i përgjithshëm, nga që UÇK-ja kishte shumë nevojë për armë, për municione dhe materiale të tjera logjistike, si dhe për popullsinë që ishte shpërngulur me dhunë nga forcat serbe dhe kërkuan mbrojtje në rajonet ku vepronte UÇK-ja. Shtabi i përgjithshëm e miratoi edhe drejtimin e sulmit prej fshatit Koshare drejt lumit Erenik. Këta ishin 22 oficerë, të cilët kanë qenë të angazhuar edhe në vitin 1998 nga 22 qershori deri në 8 shtatorin e atij viti. Në zonën e Dukagjinit, dhe kur ata u vetë larguan nga lufta, për të thënë ndryshe dezertuan, sepse të gjitha armët që ata kishin ja dorëzuan policisë serbe dhe jo komandës së zonës tret operative, me komandant Ramush Haradinaj, duke u kthyer në Shqipëri së bashku me një pjesë efektivave të brigadës 131 dhe 134 të asaj zone. Thuajse të gjithë ata ishin me vendlindje nga kjo zone. Ata i justifikojnë atë largim duke thënë se Kosova nuk mund të shirojë vetë nga populli i armatosur, por vetëm duke sulmuar nga jashtë. Gjë që e ka shprehur edhe vetë komandanti i asaj brigade, Rustem Berisha, në simpoziumin e organizuar po prej tij në Gjakov më 9 prill të vitit 2000. Por që ata nuk pranojnë ta quajnë brigada 138, po i quajnë grupi i tret operativ. Këtë lloj strategjie për shirimin e Kosovës vetëm nga jashtë, duke sulmuar nga Shqipëria, domethënë e pohon edhe të cilën e pohon edhe zoti Anton Çuni që zëvendësoi këtë Agron Ramadanin, kur ai u vra. Edhe ka thënë e pohon edhe ai në TV Dukagjini në 2 maj të vitit 2019. Se Kosova mund të shirojë vetëm nga jashtë. Dhe prandaj u largua.
Komandant, sa i vështirë ishte planifikimi ushtarak për thyrjen e kufirit mes Kosovës dhe Shqipërisë, që konsiderohej pothuajse i pagolueshëm deri në atë kohë? Planizimin e kryerjes së atij sulmi prej Kosharës e ka hartuar vetë ish shefi i shtabit i asaj brigade, Agim Ramadani. Si dhe organizoi po ai vetë sulmin së bashku me Sali Çeku. Për ata oficer nuk ka pas as pak vështirësi i hartimi i atij sulmi, por kurrën e kurrës nuk mund të quhet betejë, se me 256 forcat që ata kishin përgatitur për atë sulm, nuk përbën as edhe një batalion. Si rrjedhoi, me këto forca zhvillohet vetëm luftim dhe jo betejë. Betejë zhvillojnë vetëm divizionet dhe korpset që kanë nga 15 deri në 30.000 forca. Së dyti, planizimi i atij sulmi ishte shumë lehtë për ata. Edhe për faktin se atë terren ata oficerë kishin 5-6 muaj që e vëzhgonin nga afër. Gjë që të cilin ata e pohon edhe vetë Anton Çuni, zëvendësi i Agim Ramadani, po në atë intervistën e datës 2 maj. Ku ka thënë, kemi bërë 23 kalime kufitare për të përcaktuar vendin ku dhe si të kalonim. U zgjodh Kosharja për të krijuar e përsi dominuese për të minimizuar të gjitha avantazhet që kishin forcat serbe. Dhe përmes atij studimi kaq të hollësishëm, patjetër që ata duhet t'i kenë parashikuar të gjitha kundërveprimet e mundshme të 300 forcave të batalionit kufitar serb. Si rrjedhoi, ai sulm nuk ishte për të zgjatur më shumë se 2-3 ditë, dhe jo 65 ditë sa zgjat. Por, sa kuptohet, ata e dinin prej datës 18 mars të vitit 99, kur u deklarua se do të angazhoj me aviacion edhe NATO-ja në krah të UÇK-s, nga që Serbia nuk e nënshkroi marrëveshjen e Rambujës. Prandaj edhe pse e kishin planizuar atë sulm disa muaj më herët, ata pritën angazhimin e NATO. Kjo deklaratë e NATO-s i trimëroi ata oficerë se Serbia kishte për të drejtur forca të sulmohej nga NATO. Prandaj dhe nuk u konsultuan as pak me ne, me shtabin e përgjithshëm të UÇK-s. Meqense në pyetjen tuaj ju përdorni shprehjen e këtyre oficerave duke thënë planifikimi ushtarak për thyrjen e kufirit Kosovë-Shqipëri, prandaj më del detyrë t'ua kujtoj se sulmi i miratuar nga ne, shtabi i përgjithshëm i UÇK-s, ishte jo për thyrje të kufirit shtetëror të Shqipërisë me Kosovën, por atë kufi, pasi atë kufi ne e patëm thyer deri atëherë qindra herë për furnizime me municione, duke filluar me 52 komandosët e parë të Kosovës që u stërvitën nga ushtria e Shqipërisë të prirë nga Sali Çekaj në fund të vitit 91, si dhe grupi i dytë prej 84 të prirë nga Adem Jashari dhe Zahir Pajazit, kur mbaruan stërvitjen në fillim të vitit 92. Por ai ishte për hapje të korridorit për furnizime dhe jo për thyrje të kufirit. Nga që Serbia konstatoi kalimin e kufirit të këtyre dy grupeve të para, që thash, madje edhe të cilët kaluan edhe të armatosur nga Shqipëria, prandaj dhe Serbia prej atëherë vendosi batalione kufitare për të mbrojtur kufirin me Shqipërinë, që të mos hynin në Kosovë nga Shqipëria armatime, forca dhe municione. Njëkohësisht, kjo shprehje thyrje e kufirit, të cilën ju e citoni, të marrë nga intervistat e këtyre oficerëve, nuk ka sens, pasi në kohë lufte nuk ka më kufi, aq më shumë që kur ka luftë, kufit nuk njihen dhe njëkohësisht që luftonte gjysma e kombit. Qartë, komandant, ju thatë që ishte një betejë luftim, ose më saktë ishte një luftim, nuk ishte betejë, por cili ishte objektivi kryesor ushtarak i këtij operacioni një ditë para se ta ndërmerrnit? U thash, objektivi kryesor ishte hapja e korridorit për furnizime nga Shqipëria. Që të jemi të qartë, edhe për dëgjuesit, në këtë sulm të brigadës 138 nuk kemi të bëjmë me operacion. Operacion zhvillojnë divizionet dhe korpset dhe jo brigadat. Së dyti, i gjitha i luftim që ju e shprehet me drejt operacion, sikundur shpjegova në pyetjen e mësipërme, ishte parashikuar që të zgjaste maksimumi 2 deri në 3 ditë. Si rrjedhoi, ai sulm kishte vetëm një objektiv: hapjen e korridorit për furnizime nga Shqipëria, dhe jo sikundur shprehet
ish komandanti asaj brigade Rustem Berisha, unë e miratova planin operativ thot, për hapjen e Kufirit. Dhe këtë thot në intervistën edhe në Muhamet Qetës botuar kjo edhe në librin e këtij shkriptari. Dhe këtë të pavërtet se joja ai operacion që kish vetëm për hapje të Kufirit Qendror, e përforcon edhe ish komandanti i batalionit të parë të asaj brigade, generali Hussein Berisha, kur thot hapja korridorit të furnizimit nuk ka qenë objektiv i forcave që luftuan koshare. E ka thënë në emisionin Debat Plus në TV Dukagjini në 16 prill të vitit 2019. Por ai objektiv, hapja korridorit për furnizime, nuk u realizua për vetë faktin se na e vërteton edhe ish pjesëtari atyre forcave që luftuan në koshare, gazetari Milaim Zeka. E thënë publikisht në intervistën e tij dhënë TV Dukagjinit në 18 prill të vitit 2019. Dhe ai thot, korridori nuk u hap se këta komandant që lëvdohen sot për betejën e Koshares nuk i lejonin të sulmonin këta djem. Duhet me ditë se ushtarët qajshin pse nuk i lejoshin të përparonin këta komandantët që sot e glorifikojnë betejën e Koshares, thot gazetari. Pra, ai drejtim u zgjodh për sulm prej Koshares, nga që ishte drejtimi jo vetëm nga lart poshtë, që është shumë lehtë për sulmuar, por ishte edhe shumë i shkurtër, vetëm 6 kilometra i gjatë. Sa është detyra e afërt e një brigade, të cilën do ta kryenin në bashkëveprim me forcat e zonës së tretë operative të Dukagjinit. Me këtë rast, me lejoni të kujtoj se Ramush Haradinaj më pat marrë disa herë mua personalisht telefon, duke me thënë, të nxisja ne si shtabi i përgjithshëm këta oficerë që ta fillonin sa më shpejt sulmin dhe të mos e vononin atë. Madje në një nga këto telefonata, Ramushi më tha i nervozuar për shkak të vonesës së tyre. I thuaj Rustem Berishës ta fillojë sa më shpejt sulmin, ndryshe do dërgojë njerëz ta vrasin. Dhe çuditërisht, po ky Ramush Haradinaj, para disa ditësh, në 9 prillin e këtij viti, e quajti këtë sulm jo vetëm të vonuar e të pa suksesshëm të atyre në koshare, duke u shprehur lufta jonë shërimtare kishte disa momente vendimtare, prej të cilave edhe betejë e Koshare, thirrja e Kufirit Kosovë-Shqipëri. Fitoria në Koshare nuk ishte vetëm fitore morale, por i hapi rrugë dhe furnizimit me armatim dhe mbështetje logjistike për shumë zona lufte dhe brenda në Kosovë, thot ai. Dhe unë kur e dëgjova, nuk doja të besoja syve se këshflisë se këto i thoshte Ramushi. Ndërkohë që ai korridor nuk hap derisa mbaroi lufta në Kosovë. Dhe që i nderuari Ramush çuditërisht na paska harruar. Madje këta që luftojnë sot dhe që i lufton edhe Ramushi, nuk zbritën nga Kosharja deri datën 19 qershor. Edhe pse kishte 10 ditë që Serbia kishte nënshkruar kapitullimin. Nga që nuk e dinin dhe vetëm kur shkuan forcat e KFOR-it dhe i njoftuan se në Kosovë nuk ishte më ushtar serb, dhe Ramushi Haradinaj na thot se brigada 138 hapi korridorin e furnizimit. Kjo është për të vënë duart kohë. Komandant, sa ndikoi bashkëpunimi me ushtrinë shqiptare dhe mbështetja ajrore e NATO-s në suksesin e këtij operacioni? Bashkëpunimi me ushtrinë e Republikës së Shqipërisë ishte jetik për ushtrinë shqiptare të Kosovës. Dhe veçanërisht për forcat që sulmuan në Koshare. Ato forca u përgatitën në Shqipëri nga oficerat e divizionit të Kuksit dhe shkolla e bashkore oficerave në Tiranë, dhe nga batalioni i sigurimit i Ministrisë së Mbrojtjes. Por me lejoni ta përsëris se ato forca që sulmuan në 9 prill të vitit 99 ishin vetëm 256 vetë, ndërkohë që ne, shtabi i përgjithshëm i USHK-s dhe qeveria e përkohshme e Kosovës, e kryesuar nga zoti Hashim Thaçi, i furnizua me mbi 2000 forca të tjera, për vullnetarëve shqiptarë që erdhën nga trojët shqiptare në Ballkan, si dhe nga emigracioni në Evropë, në Amerikë dhe Kanada, të cilët i strehoi, i ushqeu, i stërviti, i armatosi ushtria e shtetit shqiptar, duke krijuar disa fusha dhe poligone stërvitje si në fshatin Peken në mal me Gropa, në qytetin e Borelit, në Krum si dhe në Helshan, Kuksi. Madje, me qenë se u angazhua NATO-ja me aviacion, sot ka gati 3 dekada që shtrohet pyetja kush e silloi Kosovën.
e cila vijon të jetë një temë mbar kombëtare e mediave shqiptare, por edhe atyre të tuaja. Që të jemi sa më të qartë në këtë diskutim, sa profesional, aq edhe historik dhe politik, saksoj se faktori kryesor për shirimin e Kosovës është ushtria shqiptare e Kosovës, e cila pas nënshkrimit prej delegacionit kosovar të marrëveshjes në Rambuje, ku pranuan çarmatosjen e UÇK-s, shtabi brigjesh i UÇK-s. Në datën 20 mars të vitit 99, kur ushtria sërbe kaloi në mësime të përgjithshme me 148.000 forca të blinduara dhe të motorizuara, vendosëm ne si shtab që jo vetëm të mos dorëzoheshim, por ta shirojmë vetë Kosovën, edhe nëse nuk do të mbështeteshim nga NATO. Dhe për këtë kaluam në strategjinë e luftës guerile, luftës partizane, duke kaluar në një ushtri tipike guerile, por e organizuar dhe me një komandë unike. Nga fakti që UÇK-ja kaloi në strategjinë e luftës partizane, apologjetët intelektual tanë, me demek hiqencë dhe patriot, na dalin me teorinë se Kosovën as e shiroi dhe as kishte mundësi ta shironte UÇK-ja, duke atribuar shirimin vetëm aviacionit të NATO. Edhe pse këta patriot e teoricienët thojza janë profan në fushën e artit ushtarak, aq të dashakeq ndaj UÇK-s, nuk mund të kuptojmë, edhe sikur të duan, se pse UÇK-ja gjeti streh në strategjinë e luftës partizane, që do të thotë luftime të shumta e të shpeshta me forca të vogla, e cila quhet ndryshe strategji e vogël, që është shumë më e tmerrshme se strategjia e madhe me luftime mbrojtëse, apo dhe me sulme me formacione me brigada divizione. Gjë që ishte pa mundur për ushtrinë tonë shqiptare të Kosovës të bënin strategjinë e madhe. Strategjia e luftës partizane është një lloj betejë pa anë e pa fund. Quhet betejë pa anë e pa fund, sepse luftimet zhvilloheshin në të gjithë hapësinën e Kosovës, nëpër pyjet, kodrat, malet, grykat, rrugët, fshatrat, depot e armikut, kudo ku stacionoheshin dhe lëvizin forcat armike. Këto lloj luftime, edhe pse nuk ishin luftime të zgjatura tepër serioze, ato e shkurajuan moralisht ushtrinë sërbe. Ndërkohë që sulmet e vazhdueshme të forcave tona e çuan shumë lart moralin e UÇK-s dhe besimin e saj në popull. Morali i trupave në luftë, thuhet në literaturën ushtarake, është një lidhje e papërcaktuar dhe misterioze që mban të gjallë në të gjithë ushtrinë të njëjtën gjendje të vetme shpirtërore. Këtë moral të lartë dhe këtë lloj strategjie të luftës partizane të UÇK-s e pohon edhe vetë generali sërb Božidar Delić, ish komandanti i brigadës 549 e motorizuar e bazuar në Prizren, i cili në gjyqin që i bëi Milošević në Hag pranoi dhe tha: mënyra e luftimit të UÇK-s ishte duke u shmangur çdo lloj luftimi të drejtpërdrejtë. Ata përdorin taktikën godit dhe ik. Kjo metodë e aplikuar nga ushtria shqiptare e Kosovës e mposhti moralisht dhe e lodhi ushtrinë sërbe, jo me betejë, por me atë strategjinë e vogël, me luftime të vogla e të shumta, që do të thotë jo ndeshje direkte ushtri me ushtri, me sulme dhe mbrojtje ballore stacionare, por në mënyrë të tërthorë, me luftime të befasishme, që ndryshe quhet me luftime guerile. Vetëm me luftime të shumta të befasishme i hiqet armikut liria e veprimit. Me një fjalë, lufta e UÇK-s ishte një betejë pa anë e pa fund. Por është më së vërtet dhe e pamohueshme edhe fakti se aviacioni NATO na ndihmoi jashtëzakonisht shumë për çlirimin aq shpejt të Kosovës. Por kurse si nuk mund të thuhet se Kosovën e çliroi aviacioni NATO. Këtë e kundërshton edhe vetë komandanti i përgjithshëm i forcave të NATO-s, i cili ndërtoi luftën e parë të vërtet në historinë e NATO, generali me kadrije Uesti Clark, i cili në kujtimet e tij për atë luftë që u bën me aviacion kundër Serbisë dhe forcave serbe në Kosovë, e thekson në bisedat që ai bënte shpesh me generalin Edwin Burba, trajnuesi i komandës së ushtrisë amerikane për betejat, si dhe me Rupert Smithin, general lejtnant në ushtrinë britanike dhe zëvendës komandant suprem i NATO-s, si dhe me Dieter Stockmannin, general i ushtrisë gjermane dhe shef i shtabit të forcave të NATO. Kumidis të tjerave, Uesti Clark thekson: përderisa mbrëmjeve qëndroja ulur me mikun tim të vjetër, me mentorin Ed Burba, dhe pasqyronin progresin ton gjatë takimeve tona çdo pasdite, dhe me
Rupert Smithin dhe me Dieter Stockmannin, opsioni toksor ishte në mënyrë konstante në mendjen tona. Ekzistonin kufi se çfarë mund të arrijë realisht fushat ajrore. Forcat ajrore mund të kërcënojnë, mund të dënojnë, mund të shkatërrojnë objekte dhe të sulmojnë forcat në tokë, por pa një forcë toksore nuk ekziston garancia se ne do të mund ta dëbonim Miloševićin nga Kosova. Ishte pa njohur se a do të mund ta bënim këtë gjë nga ajri apo jo. E thekson vetë dhe Siklar. Dhe këtë gjë e pon edhe ish kryeministri italian Massimo D'Alema përmes një interviste dhe në gazetarit prej Tiranës Thimi Samërgjiut në Euronews Albania, i cili pohon NATO ndërhyri për ta ndaluar luftën dhe nuk e mohon në rolin e UÇK-s. Dhe më tej vazhdon. Po le t'i themi gjëra siç janë. Lufta po bëhet. Nuk e bëm ne. Kishte filluar që më përpara se të ndërhynim ne. Ishte një luftë e gjatë. Vetë se Kosova kishte qenë episodi i fundit i një lufte shumë të gjatë në Ballkan. Ne ndërhym për ta pushuar luftën. Sigurisht që ndërhym me forcë, por për të krijuar një ekuilibër paqësor. Ky ishte objektivi i veprimit të NATO-s dhe kjo ishte arsyeja për të cilën ne ram dakord, përfundon Massimo D'Alema. Dhe përfundimisht unë mund të them se Kosova u çlirua në bashkëveprimin luftarak midis UÇK-s dhe aviacionit të NATO-s, duke mos guxuar të përshtojmë asnjërin asnjë. Komandant, në aspektin e moralit, çfarë bën të veçantë Koshare nga të tjerat? Ushtria pa moral është shkatërimi i saj. Morali është bërë për njerëzit dhe jo njerëzit për moral. Morali në luftë është një doktrinë se si të bëhemi ushtri e denjë dhe e suksesshme. Jo më kot Napoleon Bonaparte pa thënë. Morali në luftë përbën 34 fitore. Dhe të gjithë luftëtarët e thjeshtë që përbënin 2600 forcat që vepruan në Koshare ishin të gjithë vullnetarë të ardhur nga mërgimi dhe trojet e tjera shqiptare në Ballkan, duke lënë familjet dhe duke qenë të gatshëm të filioheshin për lirinë e Kosovës. Kjo tregon se morali i tyre ishte shumë i lartë. Jo më kot populli thotë, vullneti i njerëzve është pasuri qiellor. Mirë, po Napoleon Bonaparte ka thënë edhe diçka tjetër. Nuk ka regjimente të paaftë, ka kolonel të paaftë, me të cilën dua të them se brigada 138 e UÇK-s, e vetë emëruar nga drejtuesit e saj, që e quajnë veten grupimi i tretë operativ, nuk e realizoi detyrën e vënë nga shtabi i përgjithshëm i UÇK-s. Hapja e korridorit për furnizim. Dhe personalisht nga shefi i atij shtabi të përgjithshëm është dhënë ajo detyrë, nga koloneli Bisim Zyrapi. Detyrë e cila ishte hapja e korridorit për furnizime nga Shqipëria. Prandaj, në një intervistë të dhënë prej tij, në tetorin e vitit 2018, e ka përsëritur, duke thënë, të mburen, unë kam thënë, të mburen ata që luftuan në Pasrik, deri diku kanë të drejtë. Por të mburen ata që luftuan në Koshare nuk kanë fare drejtë. Pse nuk kanë të drejtë? Ata luftuan 65 ditë. Kishin furnizime të bollshme nga të gjitha llojet e nevojshme për armët dhe shërbimet. Dhe të luftosh 65 ditë me 2600 forca, duke u përballur me një batalion kufiri serb me 300 forca, dhe të mos bashkosh dot me forcat e zonës tretë operative duke përparuar 6 kilometra prej Koshares deri te Lumi Erenik, është jo thjesht pa aftësi e komandës dhe gjithë atij shtabit brigadës 138, por ndoshta edhe më shumë. Luftëtarët vullnetar luftuan me heroizëm, por dhe nuk u turpëruan. Pra, u vërtetua thënia e Napoleon Bonaparte se nuk ka regjimente dhe brigada të paafta, por ka komandant paaftë. Dhe për këtë të vërtet, ata komandant që unë shpreha, ata komandant të asaj brigade më kanë fyer në rrjenjën e degë. Nuk thuhet më kot se e vërteta bën armiq. Dhe çudia tjetër është se ish presidenti thash, e ka dekoruar këtë formacion me ordin e lirisë, me motivacionin një nga përballjet më të rëndësishme, e cila arriti vetbesimin e UÇK-s dhe shënoi një fitore të madhe kundër forcave serbe, duke thyer kufirin. Duke thënë dhe duke thyer kufirin. Cili ishte momenti më kritik kur betejë mund të merrte një drejtim tjetër ndoshta?
Momenti me kritik që ajo betej mori një drejtim tjetër. Ishte vrasja me snajper e dy planizuesve të atij luftimi. Apo të themi të atij operacioni, sikundu pëlqen këtyre komandantëve të asaj brigade që tonë operacion. Vrasja e ish shefit të shtabit të asaj brigade, Agim Ramadani, dhe Salih Qekut, me 11 prill, ditën e dytë të atij sulmi, përmbylsi gjithë planin e asaj detyre luftarake tepër e rëndësishme. Të jetë vallë rastësi vrasja e planizuesve dhe udhëheqësve të atij sulmi aq i rëndësishëm për luftën koshare? Duam të ashtrojmë këtë pyetje. Dim që ish presidenti amerikan Roosevelt ka thënë, vetëm në politikë nuk ka rastësi. Por do të më thoni ju se në këtë rast nuk kemi të bëjmë me politikë. Por jo, filozofia politike thotë, lufta së gjë tjetër, vetëm se politikë me armë. Ndërsa politika është luftë pa armë. E shtroj këtë pyetje edhe për faktin që tregon vetë Muhamet Qeta, pjesëtar në atë luftë. Agim Ramadani na thoshte, për 10 ditë do futemi në Malshev. E shkruar prej tij edhe në një libër të veçantë. Dhe prej atij momenti u ndalua sulmi për 65 ditë tjera. Dhe këtë ndalim të sulmit e ka pohuar edhe vetë generali Hysem Berisha, që morën vendim të mos e vijonin më tej sulmin prej kur u vra ideatori dhe planizuesi i asaj detyre luftarake Agim Ramadani. Detyrë që ishte dhënë nga shtabi i përgjithshëm i UÇK-s. Të përgjigje kisha bërë. Qartë, sa vendimtar ishte roli i brigadës 138 dhe figurave tjera si komandanti Agim Ramadani në këtë sukses? Po e nis me komandant Agim Ramadani. Roli i ish shefit të shtabit të asaj brigade, ai dhe planizuesi dhe udhëheqësi i atij luftimi, ishte shumë i rëndësishëm edhe për vetë faktin se Agim Ramadani punoi më shumë se 2 muaj për hartimin e atij plani me tekst dhe me hartë. Përveç faktit që është ai që edhe e udhëhoqi vetë sulmin, por nuk e lanë snajperistët ta çonte deri në fund atë mision të jashtëzakonshëm për atë luftë çlirimtare. Nëse nuk do të kenë vrarë këta 2 heronj, ka gjasa që Kosova të ishte shiruar shumë herë. Për sa e përket rolit që luajti brigada 138 për shirimin e Kosovës, për mua është 0. Pasi ajo nuk përparoi as më shumë se 2 kilometra në thellësitë të Kosovës. E ndërprerën sulmin që është ditën e dytë të atij sulmi me 11 prill të 99-s, dhe si mund të pranohet se duke ushiruar vetëm 2 fshat, fshati koshare dhe ai Batush, dhe të thuash ushirua gjithë Kosova, sekundër thonë kuadrat komanduese të asaj brigade dhe vetë Ramush Haradinaj, ky është një nonsens që nuk e pranon as logjika një nxënësi që porsa ka mësuar gjeografinë e Kosovës. Madje, kur ajo komandë dhe shtabi i brigadës 138 e pan veten të paaftë për të vazhduar sulmin, nga që u vra udhëheqësi i vërtet i atij sulmi, Agim Ramadani, dhe ortaku i tij Salih Qeku, akti më i mirë do të ishte që ata të ishin të rrequr në Shqipëri. Dhe sot do të ishin të nderuar se nuk do të na ishin vrarë 114 luftëtar dhe nuk do të na qenë plagosur 350 të tjerë, që do thotë se çdo ditë kemi pasur 7 dalje nga luftimi, të vrarë dhe të plagosur. Mirë, po neve, shtabi i përgjithshëm nuk na raportoheshin vrasjet dhe plagosjet e përditshme nga komanda e brigadës 138, që të dinim se çfarë vendimi të merrim në një moment të caktuar. Nga historia e luftrave kemi mësuar se kur forcat kanë këtë raport të përditshëm në humbjesh dhe dalje nga luftimi, për në vrasje dhe plagosje, janë të rrequr. Kështu ka ndodhur për shembull me amerikanët në luftën e Vietnamit, të cilët kur u arrit numri i daljes nga luftimi i 6 ushtarëve në ditë, ata thërritën për bisedime udhëheqjen e Vietnamit, të cilat u zhvilluan në Paris dhe vendosën të largoheshin nga Vietnami. Ndërsa këta komandantët e ta shqyrtuar epopeja Koshares, me sa duket, kanë kujtuar se i kemi me bollëk shqiptarët, kurse perandoria pas ka me pakic. Vetëm me këtë raport humbjesh të përditshme, duke qëndruar në front pa lëvizur në vendin, duke shkëmbyer zjarr me forcat serbe, derisa u tham forcat e KFOR-it të largoheshin, këta persona duhet ishin më saktë
këta komandant të kësaj brigade duhet të ishin dhënë gjyqit ushtarak. Komandant, çfarë do të thotë në gjuhën ushtarake thyerja e kufirit dhe pse ka mbetur ai moment kaq i ngolitur në historinë shqiptare? Në terminologjinë ushtarake, shprehja thyerja e kufirit nuk ka asnjë lloj kuptimi. Kjo terminologji përdoret për kalimet individuale të kufirit nga një shtet në tjetrën që ndryshe quhet arratisje nga vendi ose nga shteti. Ato ditë që këta komandues të brigadës 138 vendosën të sulmonin në Koshare, komanda e forcave serbe në Kosovë kishte vendosur batalione kufiri në të gjithë gjatësinë e kufirit me Shqipërinë, për të mos lejuar hyrje forcash, armatimi dhe municioni në Kosovë nga Shqipëria. Ata nuk u kishë ngarkuar kush për detyrë që të thyenin piramidat shtetërore të kufirit, as të hiqnin retikolatin e telave me gjemba para brezit but, që të thuaj se thyen kufirit. Por ata kishin detyrë të sulmonin batalionin kufitar sërb për të hapur korridorin e furnizimit. Me këtë terminologji të tyre, duke justifikuar mos realizimin e detyrës luftarake që ishte ngarkuar, ata nuk bëjnë një tjetër veçse thyen vetë. Si funksiononte zinxhiri komandues mes shtabit të përgjithshëm dhe komandantëve në vijën e parë të frontit? Ushtrit nuk kanë zinxhir komandues, por kanë piramidë komanduese. Thënë ndryshe, hierarki komanduese. Me shprehjen zinxhir komandues kuptojmë se të gjitha komandat janë autonome, nuk kanë varësi nga njëra tjetra, si dhe janë të njëjtit nivel. Ushtria shqiptare e Kosovës kishte hierarki komanduese, tipike si çdo ushtri e rregullt klasike. Nëse ushtria shqiptare e Kosovës nuk do të kishte hierarki komanduese, nuk do të mund të bashkëvepronin dot me komandën e aviacionit të NATO. Dhe ndjej kënaqësi që ma bët këtë pyetje. Rreth faktit se më jepni parasin ta sqaroj edhe opinionin publik toni se atë bashkëveprim me komandën e aviacionit të NATO-s e kam mbajtur unë personalisht. Bashkëveprim për të cilin komandanti i NATO-s, Uesi Clark, ditën që mbaroi lufta, na falënderoi me shprehjen bashkëveprimi më i mirë në historinë 15 vjeçare të NATO. Me shkrim. Nëse nuk do të ekzistonte hierarkia ushtarake në UÇK, unë nuk do të kisha mundësi se si të merrja të dhënat nëpërmjet fronteve të luftës që na i vurin për detyrë komanda e NATO-s, dhe cilat ishin këto detyra. Ku kalon vija e parë e frontit të forcave armike? Në të gjitha frontet e Kosovës. Ku kalonte vija e parë e frontit të forcave të UÇK-s në të gjithë frontet e Kosovës? Ku vepronin forcat serbe me tank? Ku i kishte armiku rezerva? Ku e kishte artillerin? Ku ndodheshin institucionet komanduese dhe ato logjistike të Serbisë? Cilat rrugë dhe cilat urë përdorte armiku? Cili do të ishte rezultati i çdo goditje të aviacionit NATO? Kështu që unë duhet t'ua kërkoja komandantëve të zonave operative. Ata urdhëronin komandante brigade. Këta të fundit urdhëronin komandante batalionit. Dhe ata urdhëronin komandante kompanive. Dhe anësjellës bëheshin raportimet për ty. Mirë, po këto kërkesa kërkoheshin për secilin aviacion të 19 shteteve të NATO, sepse ata vepronin, kryenin luftime me radhë, për të cilën ne na lajmëronte komanda e aviacionit NATO-s, na thoshte tani e ka radhën ky aviacion. Dhe këto të dhëna kërkoheshin pothuajse në çdo 2 orë, gjatë ditës dhe gjatë natës, në mënyrë të pandërprer. Kushdo që thotë se UÇK-ja nuk kishte hierarki komanduese, nuk e kanë nga padia, por nga urrejtja ndaj UÇK-s. Pse ajo përzuri Serbinë shekullore nga Kosova? Dhe nuk besoj se gaboj të them se ata u shërbejnë më tepër armiqve sesa të vërtetës. A pati moment kur mungesa e municioneve, logjistike apo edhe njerëzve rrezikoi ecurinë e operacionit, komandant? Duhet të dim se ne nuk mbetëm në asnjë moment pa armatim e municion. Por kemi pasur raste të detyruar që të kemi kryer sulme në kohë më të shkurtër për ta kushtuar municion. Por edhe këto ishin të përkohshme, derisa shkonte furnizimi nga qendrat tona logjistike. Me këtë rast, faleminderit që ma bët këtë pyetje, bëjmë dije se shtabi i përgjithshëm i UÇK-s
me në krye kolonelin me përvojë lufte, Bislim Zyrapi, i cili kishte drejtuar divizion në luftën e Bosnjës kundër Serbisë, dhe intendenti i shtabit përgjithshëm Idris Hyseni, i kishin paraprirë këtij rreziku në mënyrë të veçantë, ata kishin marrë masa për sigurimin e rezervave, si për municione edhe për logjistikën, sidomos atë ushqimore, duke i gruposur nën tokë dhe maskuar që edhe po të kalonin forcat serbe në ato territore të mos mund të zbulonin. Dhe faktikisht nuk na ndodhi në asnjë rast që ato të zbuloheshin. Kuptohet që rezervat ushqimore ishin pothuajse të gjitha të materiale të konservuara. Dhe këtu qëndron merita e Fondit Velindja Theret, të cilët me financat që grumbullonin nga dhurimi i emigrantëve tanë në botë, mundësuan të furnizonin UÇK-n me gjithçka që ishte nevojë. Me këtë rast, dua të përsëris edhe një vërejtje që kam përsëritur disa herë për Komisionin Qeveritar të Hartimit të Listave për veteranët e UÇK-s, që kontribuesit me financa nuk i rendisin e veteranët të asaj lufte. Pavarësisht se nuk mund të shpërblehen si ata që ishin në front të luftës, madje edhe kryesia e LPK-s ka përgjegjësi ligjore dhe historike që nuk ka kërkuar ato lista mbledhësve të atij fondi. Madje edhe me shumë do të shënoj edhe shumë e kontributeve të secilit. E them këtë edhe për faktin tjetër se presidenti i Kroacisë, Tuđmani, të gjithë atyre kroatëve që nuk kontribuan gjatë luftës gjatë luftës të Kosovës të Kroacisë me Serbinë, nuk kontribuan as me financa dhe as me forma të tjera në shërbim të mbrojtjes së dheut, i ndëshkoi duke i detyruar të blinin shtëpitë e tyre. Edhe pse kishin pronë, duke ia paguar shtetit. Nëse edhe Kosova do të kishte vepruar me këtë mënyrë, nuk do të dilin sot këta trima e të na thonë se Kosova nuk e ka shliruar UÇK-ja, sepse nuk u veprua ngjashëm si në Kroaci, se po të veprua ngjashëm si në Kroaci, nuk do të dëgjonim këto kapardisje të tyre. Komandant, si u përjetua humbja e komandantëve dhe dëshmorëve gjatë betejës? Vrasja Agim Ramadani dhe Salih Shekut, shtabi i përgjithshëm e ndjeu shumë. Sepse pas asaj vrasje ata e ndërpresun. Prandaj dhe shpejtuam të hapim frontin e dytë në Mal Pashtriku. Nëse nuk do të ketë fituar beteja, nëse nuk do të ketë fituar beteja për mbrojtjen e Kosovës qendrore, një betejë që zhvillua prej datës 20 mars deri në 1 prill të 99-s, ndërprerja e vijimit të sulmit nga brigada 138 në Koshare do të ishte shumë e ndjeshme për gjithë UÇK-n, se nuk do të mund të kishim dërguar përforcime zonës tret operative nga zonat e tjera, sikur të dërguar. Si e ndryshoi Koshare rrjedhën e luftës, komandant, për planin strategjik të Kosovës? Më vjen keq ta them, por shumë pak. Duke u detyruar ushtria serbe të hiqte 1600 forca nga zonat e tjera për të mbështetur batalionet e kufirit, me të cilën bënte shkëmbim zjarri brigada 138 e UÇK-s. Duke tërhequr, lehtësoi disi forcat dhe zonave tjera operative për të kryer sa më shumë sulme. Në aspektin tjetër, as edhe një lloj ndikimi nuk mund të them se ndikoi kjo gjoja betejë e Kosharës. A mendoni se beteja e Koshares është vlerësuar sa duhet nga institucionet, por edhe nga historia? Është vlerësuar më shumë se ç'duhej. Dekorimi nga presidenti Thaçi i betejës së gjoja betejës Koshares, por që nuk është betejë, dhe i asnjë informacioni tjetër të UÇK-s, është pyetja më e madhe që është bërë luftës shqiptare të Kosovës. Dhe veçanërisht UÇK-s. Dhe ç'është edhe më keq akoma. Prandaj kjo fyerje është shoqëruar edhe me fyerjen tjetër, përsëri ndaj UÇK-s, se si datë çlirimi të Kosovës nuk njihet 10 qershori i vitit 99, kur Serbia nënshkroi kapitullimin në Kumanov, por njihet data 12 qershor e vitit 99, kur hynë forcat franceze në Kosovë. Prandaj dhe u jepet e drejta atyre që e urrejnë UÇK-n dhe thonë se Kosovën nuk e çliroi UÇK-ja, por e çliroi vetë. A ka fyerje më të madhe që bëhet gjithë populli shqiptar në Kosovë, sidomos asaj pjese që e mbështeti me gjithçka luftën shqiptare dhe ushtrinë shqiptare në Kosovë?
Dhe një pyetje të fundit, komandant, po ta riktheni kohën pas, a do të kishte një vendim ushtarak që do të bëhej ndryshe në koshare? Nëse do të përsëritej e njëjta histori, i dashur mik, stafin oficerave që drejtuan brigadën 138 ÇK-s në Koshare, mbas datë, duke bazuar veprimin e tyre mbas datës 11 prill, nëse unë do të kisha të drejtën të merrja ato vendime, do t'i shkarkoja. Ose do kërkoja që të jepesh një gjyqit ushtarak. Për sabotim dhe mos zbatim të urdhit ushtarak, që ishte hapja korridorit të furnizimit për UÇK. Komandant, faleminderit shumë që ishit me ne në këtë bisedë dhe faleminderit shumë që ndat këto përjetime teatrale nga ajo kohë. Faleminderit shumë edhe juve shumë faleminderit për ftesën. Jam tepër mirënjohës. Woo!